edhe karakteristikat tash të djathores. Çka vrejtë? Po, ishte interesant se këta ishin dy vëllezër pronar që edhe kishin një punëtor të punësum. Kishin arrit që vetë deri në 50 ditë me kriju stazhonim të djathit këtu, domethënë direkt qumshti i cili prodhohet në fermë dhe shkon me njëherë në përpunim, ku e pam që dikon për mu prodhu 1 kilogram djath, këta shpenzionin 10 litra qumsht. Domethënë ishin kallapat të cilat me 500 litra qumsht bëjnë një bukë e djathit si që qujmë ne në Kosovë. Domethënë ajo bukë e djathit kishte diku 50 kg peshë. Është sigurisht që proces bukur i komplikuar. Po, për shkak se ndoshta prodhimi jo shumë i komplikuar, por mandej koha e stazhonimit, qëndrimit në fermë edhe në djathtore, këta kishin kapacitet e kishin kriju këtu deri në 50 ditë me rujt. Po mandej ishin kapacitetet tjera ku po e dërgojnë për pjekje siç e quajmë ne, domethënë kaj djath piqet deri në 200 ditë. Mandej deri në 200 ditë, mandej është i gatshëm për konsum. Edhe sigurisht që kushton, por ka edhe konsumatorin vendor, por edhe është brand francez edhe gjithmonë i kërku. Sa është kapaciteti të çut diçka? Ura? 430 mililitra thamë qumsht. Po, këta thamë që gjysmën e prodhimit qumshtit e përpunojnë vetë, domethënë gjysmën e prodhimit të kësaj ferme e bëjnë vetë djath. Vjen diku 20.000 djath. 20.000 ashtu i bjen. Domethënë 200 mililitra përkthyer në kilogram djath i bjen 20.000 kg djath. Çka duhet? A jemi afër në Kosovë diçka me tjetër? Ndëgjoj, domethënë ne duhemi të shohim në nivele se këtu po shifet se po punohet shumë edhe në aspektin gjenetik të kafshëve, edhe siç na shpjeguan, edhe në aspektin e të ushqyrit, në mënyrë që duhemi me kuptu që cilësia vjen jo me sy mbyllur duke punu. Cilësia vjen vetëm të u marrë me elementet prej më të vogla. Edhe jemi entuziastë që edhe në Kosovë mund Ska eksperta Bullgarisë, po ajo vetë që ka qenë hapat nismëtare. Patjetër, hapat nismëtare, po, unë e shoh këtu që patjetër duhet me u inkuadru edhe pjesa akademike. Kur flas pjesa akademike, këtu na kemi edhe universitete dhe fakultete të fushave të cilat janë shumë. Unë sa e di ka dhe programe për krahje në mes të universitetit të Prishtinës edhe të sektorit privat, në mënyrë që domethënë pa pjesën akademike është problem vetë fermert me u aktivizu në nivel të tillë.